Unë, tigri siberian, jam një lloj maceje e egër. Profesori Temruka ka promovuar në kod në kryeministri librin për fëmijë Kafshët rrëfejnë me kuriozitete nga bota magjike e kafshëve. Profesori, rektori i Universitetit Luarasi dhe biolog i njohur u prezantoi fëmijëve kafshët që jetojnë ende në tokë dhe kafshët e zhdukura me një zë dhe një rrëfim që bashkonte gjyshin dhe profesorin. I keni para ta shkëmbejnë të mëdhenj në përmale? Ata janë historia e tokës. E dini pse? Sepse aty ruhen fosilet dhe gjurmët e jetës. Dhe aty ne mund të studiojmë, shikojmë se si kjo aventur jete ka vazhduar jo nga një shekull tjetër, po nga 1 milion vite, 1000 vjeçar tjetër. Me një gjuhë të thjeshtëzuar e të kuptueshme, duke u përshtatur bot kuptimit fëminor, Ruka në fjalën e tij u përpoq të ndërgjegjësonte të vegjëlit për ruajtjen e mjedisit dhe rreziqet që i kanosen nga njeriu dhe pakujdesia e tij. Duhet ta duam mjedisin. Duhet shqetësohemi kur shikojmë një njeri që jep një letër në bulevard, apo jo, apo një birë cigar, apo ç'është kështu. Kafshët kanë sfiduar gjithçka, kanë sfiduar akullin, të ftohtin, temperaturën e lartë të shkretëtirës, lartësitë e mëdha të maleve, ujërat e thella, ku ka gjithmonë errësirë, kudo ka jetë. Është plagosur herë mbas here planeti ynë tokë. Herë është mbuluar me akull, dhe herë akujt janë tërhequr mbrapa. Edhe këto kontinentet që ju keni filluar të mësoni, dikur nuk kanë qenë kështu siç janë sot. Kafshë shpend, por edhe insekte vijnë të rrëfyra përmes informacionesh të qarta e të thjeshta, të shoqëruara me imazhe që sa i edukojnë, po aq u japin njohuri të vegjëlve.